Ndaj 3 oficerëve të policisë së qarkullimit rrugor në Tiranë, SPAK ka firmosur 3 masa arresti për dyshimet e korrupsionit. Sikurse bëhet me dije jo zyrtarisht, shefi i komisariatit rrugor Oven Zeka, shefi i hetimit të aksidenteve automobilistike Sokol Novaku dhe oficeri i policisë rrugore Edison Tabaku dyshohen se paguan për të ndryshuar rezultatet e një aksidenti automobilistik. Çështja u hetua nga prokurorët e posaçëm që u vunë në lëvizje pas një aksidenti rrugor në kryeqytet. Një ngjarje për të cilën ka dyshime se parat i ka paguar një shtetase. Mbetet ende e paqartë se sa është shuma e kërkuar dhe nëse ka pasur pasojë në jetë prej këtij aksidenti. Por ajo që shpjegohet është fakti se vendngjarjen e ka kqyrë oficeri Edison Tabaku, ndërkohë që më pas ka komunikuar me shefin e linjës për aksidentet Sokol Novakun, i cili dyshohet se mbante lidhje me kreun e qarkullimit rrugor që u emërua në këtë detyrë pak javë më parë. SPAK nuk ka sjellë ende një njoftim zyrtar për detajet e hetimit, ndërkohë që veprimet janë kryer nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit.